Falenderoj të qytetarët që e shfrytzuan të drejtën për të zgjedhur në mënyrë demokratike kryetarët e komunave në 18 sot në këtë raund të dytë apo në balotazh. Lëvizja vetëvendosje është hera e 4 që merr pjesë në zgjedhje lokale. Herën e parë në vitin 2013 kemi fituar një komunë, herën e dytë në vitin 2017 kemi fituar 3 komuna, herën e tretë në vitin 2021 kemi fituar 4 komuna. Dhe në bazë të dhënave që i kemi marrë nga komisionerët tonë, kësaj radhe kemi fituar në 7 komuna. Kjo është një sukses i lëvizjes vendosje. Natyrisht që kemi synuar edhe më shumë se kaq, por më lejoni që të përgëzoj 4 kryetarët e komunave që kanë qeverisur në këtë 4 vjeçar të kaluar, Podujeva, Shtimja, Kamenica, së cilave u bashkua edhe Gjilani sonte me një fitore të madhe. Por përveç kësaj është i qartë që kemi fituar edhe në Mitrovic dhe kemi fituar edhe në Pushkosov dhe në Obilic. I falenderoj kandidatët tonë, ekipet e tyre, shtabet zgjedhore dhe aktivistët tonë, të cilët kanë pasur një mbështetje jashtëzakonshme, meqense në të gjitha këto raste, të gjithë të tjerët janë bashkuar kundër vetëvendosjes. Pra vetëvendosja është ballafaqësuar me të përbashkëtën e tyre, e cila është një situatë pa precedent në historinë politike elektorale të Kosovës. Andaj ky është një sukses i vetëvendosjes dhe i qytetarëve. Ne i përpresim rezultatet ende nga komunat e tjera. Me siguri që do t'i drejtohemi sërish kur t'i marrim ato, mirë po tashmë duhet të shkojmë me nxitim në tubimin festiv, së pari në Pushkosov, pastaj në Kastriot e mandej natyrisht në Mitrovic. Një koment për rezultatin e kryeqytetit? Është pas në lërën, është pas në lërën,